Të jesh ato mos jesh si Luana, duke thënë Megi Pojani. Të jesh ato mos jesh si Gjeneta, duke thënë Egli Tako. Showbizi është ndarë ditët e fundit në një sondazh të madh. A ka imituar Luana Vjollcën Megi Pojani apo jo? A ka imituar në pozat e saj Egli Tako Gjeneta Fetahun? Kemi hallet të mëdha. Do thoni ju, shteti, njerëzit, populli kanë hallet e veta. S'na intereson fare. Këto janë halle. Hallet e mia e ashtu hallin tënd. Kështu që do merreni pikërisht me këtë punë takimin tonë në YouTube tek Olti Curi TV. Faleminderit shumë ju që bëni subscribe. Pra regjistroni se subscribe sikur ca e kuptojnë vetë ca jo. Ndjekim siglën tonë fukaresh për këtë emision modest. Okej, ishte pak kohë më parë, Adelina Ismaili, e cila duke dhënë një intervist, u pyet për brezin e ri të këngëtarëve. U pyet për këngëtarët të cilët kanë ndjekur pas moshën e saj, le të themi ato që janë 40, 35 vjeçe, 25 vjeçe apo 20 vjeçare. Dhe ishte Adelina Ismaili e cila tha: të gjitha materialet janë online, të gjitha materialet janë në arkivat e televizioneve dhe mediumeve të ndryshme, që në atë kohë nuk ishte internet, por janë aty, janë në kaseta, janë në kompjuter. Të gjithë e kanë parë se çfarë ka bërë Adelina Ismaili, kështu që ju vetë e kuptoni se kush ka kopjuar kë. E kishte fjalën për stilin e veshje, në dukje, në performanca, gjëra që ajo e ka bërë e para në prezantimin e saj, në festivalet të ndryshme, në koncerte, apo në kudo tjetër që ishin dhe ato mbrëmjet e vitit të ri ku këngëtarët xhironin këngë të ndryshme, albume, kolazhe me njëri tjetrit. Thënë kjo, për shkuar sot në ditët e fundit, madje ka patur edhe ditëlindjen Kris Jenner, nëna e Kim Kardashian, do thoni ju ç'hyn ajo aty. Hyn sepse ka një ngjashmëri me dy vajza që ditët e fundit në portale po diskutohen shumë sepse kanë kopjuar njëra tjetrën. Mjafton një trup seksi, një trup i mbajtur mirë, një tualet i rënd, buzë të trasha me formë, sy të zitëm dhe i me bisht, flok të zeza të shkurtra, një palë syze të errta ose jo, dhe me njëherë ky look të kujton nënën Kim Kardashian. Por na kujton dhe servisi fotografik të Luana Vjollcës, e cila e ripostoi këtë servis ditët e fundit, orët e fundit, me njëherë, sapo një foto me një look të tillë e postoi në profilin e saj prezantuesja Megi Pojani. Nuk e dinim që ndiqen apo jo me njëra tjetrën. Nuk e dim nëse Luana e ka patur follow Megi Pojani dikur, ka bërë like, janë apo nuk janë mikesha. Këtë informacion nuk e kam. Po ashtu dhe Megi Luana nuk e di ka ndjekur apo jo. Ajo që di është që ato nuk e ndjekin njëra tjetrën dhe në foton këtu shikohet gjithçka me fakte. Edhe duke shkuar tek profili Megi Pojanit, ju në këto momente do kërkoni dhe do shikoni të miq që ajo nuk e ndjek moderatoren e famshme Luana Vjollca. Të njëjtën gjë ju mund të bëni edhe po të shkoni në profilin e Luana Vjollcës për të parë se pikërisht Luana nuk e ndjek Megi Pojanin. Pra vajzat nuk ndiqen me njëra tjetrën, por kjo nuk do thot as pak se informacioni nuk shkëmbehet. Pra, dikush i ka thënë patjetër Luanës, si shiko se Megi Pojani ka bërë një foto që po ecën shumë mirë. Është me flokë të shkurtra, me tualet të rënd, me buzët vishje, me sytë e zi, dhe të kujton nënën e Kim Kardashian. Luana, me njërë më pas, postoi foton e saj të shumë kohëve më parë, të paktën nuk është recente, nuk është e ditët fundit. Është foto e bërë dikur dhe ripostoi, ndoshta dhe komentet të çojnë tek dyshimi, që mund ta ketë bërë për të thënë që prit, se jam unë e para që kam bërë këtë foto. E para Megi apo e para Luana? E lëm këtu të histori, se s'ke kemi edhe një garë tjetër. Kemi garën midis Egli Takos dhe Gjeneta Fetahut. Egli Tako ka bërë një foto pak a shumë kështu, me dorën lart, sikur i dhe mballi, ose sikur ka harruar tenxherën e gjellës në zjarr, apo e hekurin në prizë, dhe me njëherë ka qenë Gjeneta e cila ka reaguar, duke thënë se këtë foto e kam bërë unë e para. Kemi një luftë tjetër, përveç Megi Pojani dhe Luana Vjollcës, kësaj radhe kemi luftën me Gjeneta Fetahut dhe Egli Takos. Lufta e tyre ka një prejardhje më të hershme, sepse në mes tyre ka qenë fituesi Big Brother VIP Albanias, Gjesti, i cili me Gjenetën në Big Brother VIP Kosova,
me Eglin në Big Brother VIP Albania. Duket se vajzat kanë patur një bif në distancë me njëra tjetrën, edhe pse asnjëherë të pranuar, por tensioni i elektriciteti gjithmonë dallohej mes tyre. Ajo që ka ndodhur është që ato të dyja i ka bashkuar Manushi tek e diell dhe janë kolege tashmë me njëra tjetrën. Por duhet fare pak për të kuptuar se si qëndron situata mes tyre. Duhet vetëm një foto, vetëm një pozë ngjashme dhe secila pretendon të drejtën e autorit. Më falni. Pse Xheneta apo Egli janë ato që kanë shpikur pozën për të fotografuar me një siluet seksi, tërheqëse dhe për të vënë dorën kështu? Ja. Në qoftë se ne foton e tyre dhe vendosim në ChatGPT dhe të pyesim, kjo foto është origjinale apo kanë bërë dhe gra të tjera të famshme foto të tilla, ju do shikoni se përgjigja është, ose në Google Images, të kërkoni me këtë foto, ju do shikoni se ka dhjetra e dhjetra gra të famshme ose jo të famshme, vajza të famshme ose jo të famshme, të cilën kanë bërë një foto të ngjashme. Kështu që është shumë e vështirë për të dhënë të drejtë. Kush ka kopjuar kë? Mund të ketë kopjuar Egli Xhenetan apo Xheneta Egli. E rëndësishme është që të dyja vajzat, me sa duket, më shumë se sa për të shkuar drejt themelit, për gjetur se kush ka kopjuar kë, kanë përshtypjen se kanë inate të vogla mes njëra tjetrës dhe kanë bërë pikërisht këtë gjë për të shkuar thellë më thellë dhe për t'i hedhur publikut grinca të vogla pikante që t'i djegin dhe të komentojnë të gjithë dhe të rikthehen në vëmendje pikërisht në këto momente ku janë në ekran çdo ditë të diel me njëra tjetrën. Dhe kanë përshtypjen se secili nga ata të cilët të bëjnë jetë publike duan të provokojnë her pas here për të mbledhur vëmendje rreth tyre. Kjo për sa i përket historisë së Xhenetës dhe Eglit, të cilët me sa duket portalet janë marrë gjërësisht ditët e fundit dhe qelloi që ditët e fundit portalet folën për dy mundësi kopimi nga njëra tjetra. Pra, sipas tyre është Egli që ka kopjuar Xhenetën, pra të pozën kështu, dhe Megi Pojani që ka kopjuar Luanën për pozën tjetër, siç e tregova pak më parë, me flokë të shkurtra, me tualet të rëndë dhe me buzët të lyera mishtore. Por çfarë ndodh? Në qoftë se do i kthehemi edhe një herë për të zbuluar se nëse Megi vërtet ka kopjuar Luanën apo jo, por postimi i Luanës nga ana tjetër mund të jetë thjesht një rastësi, e ka gjetur foton aty, ka pëlqyer dhe ka hedhur, po hajde thuaj njerëzve që duan her pas here një bif mes personazheve nga më të famshëm të ekranit siç është Luana apo dhe Megi Pojani. Çështja në rastin konkret është se në qoftë se dy fotot e vajzave me flokë të shkurtra të zezave tualetin që thash, do i vendosim në Google Images, do shikoni se shpesh herë përgjigja do të jetë Kris Jenner, sepse pamja e tyre nuk mund, nëse do shkoni në gjyq dhe do thoni kush ka kopjuar kë, kam përshtypjen se gjyqtari do thonë hey, ju të dyja vajza keni kopjuar një personazh shumë të njohur që është nëna e Kim Kardashian. Kështu që në rastin konkret asnjë nuk ka kopjuar asnjë tjetër, por ndoshta thjesht janë frymzuar nga personazhe shumë të njohura të showbizit ndërkombëtar.